Ministria e Brendshme e Emirateve të Bashkuara Arabe ka shpallur një alarm emergjence për të gjithë vendin, duke paralajmëruar qytetarët për kërcënime të mundshme me raketa dhe dron. Banorëve u është bërë thirrje të kërkojnë menjëherë strehim në ndërtesën më të afërt, të sigurt dhe të qëndrojnë larg dritareve, dyerve dhe hapësirave të hapura deri në një njoftim tjetër. Siç raporton BBC, alarmi u shpall rreth një orë pas një njoftimi të Ministrisë së Mbrojtjes së Emirateve, e cila deklaroi se po përgjigjej ndaj kërcënimeve me raketa dhe dron nga Irani. Sipas raportimit të gazetarëve nga Riadi, gjatë ditës autoritetet interceptuan 6 raketa dhe 131 dron, por një raket dhe 6 dron ranë në territorin e Emirateve. Situata rrit tensionet rajonale, ndërsa qytetarët janë paralajmëruar për rrezikun e mundshëm dhe nevojën për masat maksimale të sigurisë për të gjetur në këto kushte një stret të sigurt. Ndërkohë, gjatë orëve të fundit ka qenë ministri i jashtëm i Iranit, ai që deklaroi se vendi i tij është i përgatitur të përballet me një pushtim toksor nga SBA nëse Washingtoni vendos të dërgojë trupa në territorin e tyre. Në një intervistë për NBC News, Arakçi tha se Teherani është i bindur se mund të kundërshtojë forcat amerikane në rast të një ndërhyrje ushtarake. Irani është gati të përballet me një pushtim toksor amerikan, ne jemi të sigurt se mund t'i përballojmë dhe kjo do të ishte një katastrofë e madhe për ta, u shpreh ai. Diplomati iranian shtoi gjithashtu se autoritetet e vendit të tij janë të përgatitura për një skenar të tillë, duke deklaruar: "Po i presim." Deklarata vjen në një moment të tensioneve të përshkallëzuara në lindjen e mesme, ndërsa përplasjet mes Iranit, Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë intensifikuar frikën për një konflikt më të gjerë në rajon. Kujtojmë se shumë vende të rajonit ton po evakuojnë qytetarët e tyre nga lindja e mesme, sidomos orët e fundit nga Dubai. Nga informacionet tashmë të konfirmuara, edhe shumë qytetarë shqiptar, përfshirë zyrtarë të ndryshëm, ndodhen pikërisht të bllokuar në Dubai. Megjithatë, nga ana e shtetit shqiptar nuk ka asnjë përpjekje për t'i evakuuar, sikurse po bëjnë edhe fqinjët tanë.